Bordi për mbikëqyrjen e fondit zhvillimor për veriun takohet të premten bën të ditur zyra e përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë dhe përmes këtij takimi, bordi pritet të finalizojë dokumentacionin në mënyrë që 4 komunat të fillojnë dorëzimin e projekt propozimeve. Bordi për mbikëqyrjen e këtij fondi përbëhet prej 3 anëtarëve: përfaqësuesi special të Bashkimit Evropian në Kosovë Samuel Zhbogar, ministri të financave Avdullah Hoti dhe Daniela Zubak është përfaqësuese e komunitetit që banon në komunat Mitrovice Veriut, Leposaveç, Zveçan dhe Zubin Potok. Sipas zyrës së BE-s në Kosovë, deri më tani në 2 pikalimet kufitare në Jarinj dhe Brnjak janë mbledhur afër 6 milionë euro në xhirologari. Fondet do të shfrytëzohen për projekte të zhvillimit në 4 komunat veriore të Kosovës, si Leposaveç, Zveçan, Zubin Potok dhe Mitrovice Veriut. Sa i përket rolit të Asociacionit të Komunave Serbe që mund të ketë në këtë fond, Zyra e Bashkimit Evropian në Prishtinë thotë se palët duhet të diskutojnë ende për formën dhe funksionimin e tij.